Mos e hiqni lëkurën e pulës. Doktorët thonë se është e mirë për shëndetin. Me siguri që shumë persona ju kanë thënë se sa e dëmshme për shëndetin është lëkura e pulës. Jo vetëm se ndikon në shëndetin e peshës, por me siguri ju kanë thënë se edhe rrit nivelin e kolesterolit, shtypjes së lartë të gjakut dhe kontribon në sëmundjet e zemrës. Megjithatë, studimet e fundit kanë treguar se ky rekomandim është i gabuar. Nuk keni nevojë të largoni lëkurën e pulës përpara se ta gatuani dhe ta hani. Ekspertët shëndetësor nga Universiteti i Harvardit kanë konfirmuar se ngrënia e lëkurës së pulës është posaçërisht në sasinë e moderuar dhe nuk do të shkaktojë probleme. Veç kësaj, lëkura e pulës, e cila njerëzit e kanë shmangur me dekada të tëra, ka përfitime të mira. Ajo ndoshta është edhe befasia më e madhe rreth lëkurës së pulës. Përmbani yndyrna të ngopura, lloji i yndyrnave që është i mirë për shëndetin e zemrës. Ekspertët gjithmonë këshillojnë të mos e përdorni më shumë se sa duhet.